Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha, ja ku I takuam përsëri për një video të re të gjuhës italiane. E them shpesh herë këtë gjë, këtë frazë se ndoshta do thoni gjithmonë e dëgjojmë, sepse dikush që është I ri, që e dëgjon për herë të parë, nuk e di se për çfarë bëhet fjalë, dhe që kështu ta ndihmojmë për të treguar që është video e re gjuhës italiane dhe mësimi 49. Sot do të flasim për një kohë që është shumë e rëndësishme. Pra, lam pas, bërëm kohën e tashme, tani do të marrim një kohë tjetër, hyn te kohët e rregullta, dhe është koha e pakryer, që në italisht I themi imperfetto, pra e pakryer. Përpara se të hidhemi te koha e pakryer, do doja të thoja vetëm dy gjëra për sa I përket videos që kam bërë me përemrat dhe mbiemrat. Pra, videot mbiemrat dhe përemrat pronor. Pas që shikonit vetëm këtë mbiemrat pronor, por këto I bëra ka stile bashk, sepse mbiemrat nga përemrat ndryshojnë, nuk është e njëjta video. Sepse ndoshta ju shikoni që është mio dhe kujtoni se janë të njëjtat, por nuk është e njëjta video. Në qoftë se nuk dim se çfarë janë përemrat, nuk do dim se ti përdorim mbiemrat. Pra, në fillim duhet të shikojmë video me përemrat, pastaj video me mbiemrat. Kjo ishte sa për sqarim. Tani të vazhdojmë për mësimin që kemi sot, koha e pakryer. Dhe në italisht, siç e thamë sipër, thuhet imperfetto. Po çfarë është kjo imperfetto? Çfarë është koha e pakryer? 2 minuta do më lini kohë, do më lini kohë pra ta sqaroj një herë në shqip, se ndoshta ka njerëz që nuk e dinë në shqip se çfarë është, pastaj të kalojmë ta themi edhe italisht. Këtu kemi marrë 3 fjali. Fjalia e parë përket kohës së tashme, pra T-ja e tashme. Mami po flet me tezën, pa tregon një veprim që po kryet tani, në këtë moment, po flet. E pakryera, mami po fliste me tezën kur erdha unë. Pra po fliste, tregon një veprim që është në të shkuarën, por që ndodh edhe në të tashmen. Pra, mami kishte filluar bisedën para se të vija unë nga shkolla, për shembull, dhe vazhdonte akoma dhe kur erdha unë, pra nuk mbarovi akoma, ishte e pakryer veprimi. Kurse e treta, mami foli me tezën, dje, është një veprim që ka mbaruar, pra foli, dje mbaroi veprimin, nuk kemi më të bëjmë atë veprim. Pra është e pakryer, është një kohë që ka domethënë merr dhe nga e tashmja dhe nga e kryera, po që s'ka mbaruar akoma, një veprim që s'ka mbaruar akoma. Ja ku e themi dhe në italisht. L'imperfetto si usa per indicare un'azione passata nel suo svolgimento, senza determinare con esattezza l'inizio e la fine o la fine di tale azione.